Qindra shqiptarëve u janë sekuestruar. Është veprim absurd, një lloj siç u veprua me TikTokun, veprohet me monopatinën sot, nesër u merret diçka tjetër, është një dhunim i pronës dhe të drejtave të lëvizjes së qytetarëve shqiptarë. Landi, pyet, doktor Gëzuar, ne po e shohim që ndërkombëtarët ja kanë prerë biletën këtij palloshi të gjatë, por mendoj se duhet të hedhim syt edhe pak nga vetja. A jemi ne atraktiv për ndërkombëtarët, se si të fjetur më duke në raport me opozitën? Përshëndes. Të përshëndes dhe të falënderoj. S'pari të garantoj që palloshi i gjatë qëndron dhe 12 vite në pushtet në qoftë se lejojmë ne. Nuk duhet të gënjejmë veten. Qëndrimi ose mos qëndrimi i palloshit gjatë në pushtet përcaktohet nga reagimi ynë si opozit. Do ngrihemi ne, do kemi mbështetjen më të madhe. Së dyti, vim tek opozita dhe ndërkombëtarët. Sot opozita shqiptare ka mbështetjen më të madhe se kur në historinë e saj. Nga kush? Nga të gjitha forcat politike të qendrës djathtë dhe djathtë në botë. Kur ndonjëherë që nga themelimi i saj, kjo parti politike nuk ka arritur të ketë 7 rezoluta nga tetori vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor të 2025. 7 rezoluta ndërkombëtare të firmosura nga partit më të mëdha, Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, CDU-ja e Gjermanisë, partit më të mëdha të këtij spektri në botë. Kur? Të cilat sankcionojnë dënimin e farsës elektorale të Edi Ramës, për qëndrimin e gjitha pushteteve në duart të Edi Ramës, sankcionojnë përdorimin e drejtësisë si armë politike kundër pluralizmit dhe opozitës, sankcionojnë lidhjet e Edi Ramës me krimin dhe narkoshtetin. Pra, opozita nuk është qeveri, por opozita ka sot solidaritetin më të madh në historinë e saj nga të gjitha forcat politike si motra në botë. Na përket ne që këtë mbështetje ta kapitalizojmë me lëvizjet fuqishme, të ngrihemi sepse ato rezoluta nga ana tjetër janë një thirrje për çdo opozitare dhe opozitar të ngrihet kundër këtij regjimi.